bëjë. Shumica juaj nuk i shef, është 4.2% që përsëri është normale. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për varfëri, 19.2% që është një përqindje brenda mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhura, siç e shihni ka një shpërndarje më të arsyeshme të ardhurave dhe ka më pak hendek se sa ç'kishte më parë, edhe pse është e domosdoshme që ne të vazhdojmë edhe ta ngushtojmë këtë hendek. Vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës. Për herë të parë kemi një papunësi nën 10%. Pra e kemi papunësinë me një shifër 8.8%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek punësuarit. Kjo është një pasqyrë që mua më pëlqen sepse besoj e keni dëgjuar kur ata e përsërisin 300.000 vende pune, ku janë 300.000 vende pune? Ja sa të punësuar ka pas Shqipëria kur ne morëm detyrën. Këta janë të gjithë emra dhe mbi emra, 1.023.000 shqiptarë dhe shqiptare të punësuar, të regjistruar. Ja sa janë sot, 1.327.000, këta janë të gjithë emra dhe mbi emra. Dhe besoj që diferenca mes tyre është më shumë se sa 300.000. Vazhdojmë. Zogu, pse bërtet më dhe? Këtu jemi tek përqindja të punësuarve me pagën nën 40.000 lekë. Shifeni sa kanë qenë 60% e atyre 1.023.000 njerëzve që tregohen parë mershin nën 40.000 lekë. Sot ajo përqindje ka rënë, sepse sot ne kemi një pagë minimale 400 euro, e cila në janar të vitit ardhshëm do të bëhet 500 euro dhe në fund të këtij mandati do të jetë paktën 650 euro. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja e pagave. Kjo paga mesatare e përgjithshmja, pra e bashkuar privat shtet, ka qenë 322 euro, sot është 828 euro dhe në Shqipërinë 2030 do të jetë 1.000 euro të paktën. Kjo është paga mesatare në sektorin publik, sot që flasim, është 1.000 euro në shtet dhe do të jetë 1.200 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Vazhdojmë ecim, këto janë pensionet. Këto janë pensionet me... Ajo që është e rëndësishme për pensionet të thuhet është që ne kemi në plan që brenda mandatit 4 ta çojmë pensionin minimal në 200 euro dhe të mos ketë pension nën 200 euro. Vazhdojmë. Këto janë një sër përfitimesh të tjera për pensionistët, sepse këtu flitet për pensionet, por askush nuk flet për çfarë tjetër ne bëjmë për pensionistët, dhe janë rreth 300 milion euro që shkojnë për bonuse, shkojnë për kompensime energjie elektrike, shkojnë për kompensime mujore të natyre ndryshme për rimbursimin e barnave e kështu me radhë. Vazhdojmë. Këtu jemi në një pasqyrë që unë e kam shumë për zemër, sepse është hendeku i pabarazisë mes burrave dhe grave. Kemi qenë të 83-tët në klasifikimin e Kombeve të Bashkuara, jemi ngjitur lart në vendin e 23. Vazhdojmë. Këtu jemi tek taksat. Ne ndryshum sistemin e taksave dhe për këtë arsye të gjitha dyqanet që shihni në dy anë të rrugës paguajnë 0 tatim fitimi dhe paguajnë 0 TVSH në rast se janë me një xhiro deri në 100.000 euro. Kur kemi ardhur këtu në këtë bulevard për të kërkuar mandatin e parë,
të gjithë këta në 2 anët e rrugës pagushin nga 10%. Tatim fitimi pagushin dhe TVSH. Sot nuk paguin as tatim fitimi, as TVSH dhe nuk do të paguin deri në fund mandatit 4, siç kemi thënë, në 2029. Dhe ja, këtu se çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që 66 milion euro në vit, që shteti ja merrte të gjithë bizneseve të vogla, ne ja kemi lënë atyre për familjet e tyre, për të vazhduar të investojnë në aktivitetin e tyre, dhe përveç tyre që janë për ata deri 100.000 euro, janë edhe këtu 58 milion euro tjera në vit që i kanë mbetur në xhep bizneseve të vogla, që të dyja bashk bëjnë një shumë 125 milion euro në vit, që nuk e merr shteti, po ja lë familjeve të njerëzve që janë të vetë punësuar me biznes apo që punësojnë të tjerë. Dhe kjo është 1 miliard e 250 milion euro në 10 vjetë, apo jo? Vazhdojmë. Këtu jemi tek papunësia për gratë, që edhe ajo ka rënë në nivelin e 10%. Vazhdojmë. Ndërkohë që këtu jemi, kjo është një tjetër pasqyrë shumë e rëndësishme dhe është një nga treguesit se pse Shqipëria sot është më e mirë se ç'ishte në të gjitha drejtimet. Vetëm 50% e grave që ishin të afta për punë merrnin pjesë në forcat e punës. Sot janë 70% e grave që marrin pjesë në forcat e punës. Vazhdojmë. Kjo është paga mesatare e grave që janë në forcat e punës, por që është pak fare më e vogël se e burrave. Vazhdojmë. Këtu jemi tek investimet e huaja. Kjo është Shqipëria dhe ky është rajoni. Vazhdojmë. Shumë flet këneta dhe flasin këta në për këto moçalet e televizorëve, s'ka buk, s'ka ujë, s'ka prodhim, s'ka punë, s'ka asgjë, ndërkohë që eksportet, do me thënë prodhimet tona, prodhimi jonë, ishin 9.3 miliard dhe kanë shkuar 9.1 miliard. 3 herë më shumë. Vazhdojmë. Këto janë pagat e mjekëve. Sot paga mesatare e mjekëve është 1.670 euro dhe do t'jetë 2.000 euro në Shqipërinë 2030. Këto janë të gjitha programet që ne kemi bërë për mbështetje sociale. Ne kemi rritur në mënyrë shumë domethënëse mbrojtjen sociale, kemi thuajse çerek miliard euro që shkojnë për këto programe, kemi përfshirë të gjitha bashkitë në këto programe dhe janë 32 shërbime për persona me nevoja të ndryshme që bëhen për t'u gjendur atyre pranë, dhe unë dua të veçoj shërbimin për fëmijët me aftësi të veçanta, për familjen e tyre, dhe dua të them që nga janari i vitit të ardhshëm mbështetja për nënat e fëmijëve me aftësi të veçanta do të dyfishohet. Ndërkohë që kjo është shifra e nënave të papuna me 3 ose më shumë fëmijë, janë 9.200, të cilave prej disa vitesh qeveria ju paguan sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pavarësisht se shkojnë në punë, 25 milion euro në vit, që mos mbeten pa pension për shkak se nuk punon dot se kishin shumë fëmijë, por të kenë nesër një pension dinjitoz. Kjo është shifra e bonusit bebes, që ne e japim prej vitesh, kur e jepte këneta ishte 50.000 lekë vjetra, ne kemi bërë 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1.200 euro për fëmijën e tretë. Ndërkohë që nga viti i ardhshëm do ta ndryshojmë skemën, nuk do jetë më një çek
në maternitet moment në lindjes, po do tjetë një mbështetje financiare çdo muaj si pas numrit fëmijëve. Këto janë pagat e mësuesve. Sot paga mesatare e mësuesve është 950 euro dhe 1200